Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Fahia mori mbështetjen e banorëve të zonës së spitaleve në Shkodër gjatë një takimi që zhvilloi në këtë zonë. Ai tha se rezultati që bandat përluan në zgjedhjet vendore të 2023-shit duhet të na shërbejë për një mobilizim maksimal që t'i themi ndal kësaj qeverie në 11. Çdo presion duhet të goditet duke ndryshuar realitetin përmes votës. E kemi pa gjithë se çfarë është bërë në 2023-shin, në 14 maj. Se si ka vërshu lumi i parave të pista për të tjetërsu vullnetin e qytetarëve, se si janë përdor krimi organizum dhe bandat për të intimidu dhe për të bërë presion, si janë përdor institucionet e shtetit, të gjitha në funksion të objektivit të Edi Ramës për të thy Partinë Demokratike në Shkodër si bastion i së djathtës shqiptare. Por në kam bindjen absolute se është pikrisht ajo ndjej dhunimi që qytetarët e ndershëm kanë pësu në 2023-shin që do t'jetë sot shkëndia dhe flaka që do të nezin reagimin për fitoren e 11 majit. Sot qytetarët e Shkodrës mund t'jenë të nën presionin e institucioneve, nën presionin e heqjes nga vendi punës, nën presionin e taksave si që është biznesi. Por ato e din krejt mirë se nuk ka rrugë dalje tjetër përveç se ndryshimit të realitetit. Dhe kemi rastin që këtë realitet ta ndryshojmë me 11 maj nëpërmjet votës. 12 vite i kemi pasë si kanë funksionu kundërshtarët tonë. E kemi pasë si e kanë trajtu Shkodrën. Me çfarë armiqësie janë qasë ndaj Shkodrës. Unë e kam provu edhe në një vit që isha kryetari i bashkisë. Gjitha ato projekte që i shohim sot janë të gjitha projekte të dërguara prej nesh në institucionet